Kryetari i LSDM-s Venko Filipçe lëshoi paralajmërime serioze për mungesën e transparencës në marrëveshjen për borxhin e ri prej 6 miliardë eurosh me Britaninë e Madhe, të cilën po e zbaton qeveria e udhëhequr nga VMRO-DPMNE. Ai theksoi se me borxhin e ri çdo i porsalindur në 25 vitet e ardhshme, menjëherë pas lindjes, do të ketë borxh 6.000 euro. Për më tepër, sipas analizave të LSDM-s, borxhi publik do të tejkalojë 115% të produktit të brendshëm bruto, që sipas tyre është më keq se kriza greke e më shumë se një dekade më parë. Ndërkaq, ai hapi edhe temën e pjesës së mundshme politike të marrëveshjes, migrimin, si dhe reagoi edhe ndaj pretendimeve të paqarta të ministrit të financave. Дополнително не знаеме. Është e qartë se këto kontrata do të jenë jo transparente dhe konfidenciale. Ministri i Financave thotë se do të zbatohet një procedurë në përputhje me ligjin e prokurimit publik, por me kompani të huaja ne kemi bërë një kontroll. Ligji i prokurimit publik nuk do të zbatohet. Mediat serioze nga Mbretëria e Bashkuar po raportojnë se vendet e Ballkanit, përfshirë Maqedoninë, do të bëhen qendra për pranimin e refugjatëve të padëshiruar në Mbretërinë e Bashkuar dhe kryeministi Hesht nuk ka qendrim. Ndërkohë ka reaguar edhe antari i Komitetit Qendror të VMRO-DPMNE-s, Valentin Manasievski, i cili tha se Filipçe duhet të ri i qetë në këtë ditë historike për Maqedoninë e Veriut. Nëse Filipçe do të ishte në pushtet, ose ndoshta mentori i tij Zaev, jo vetëm që nuk do të kishim pasur një marrëveshje strategjike, por edhe nëse do ta kishim, ajo do të ishte e grabitur, kriminale dhe e korruptuar. Tenderet do të ndaheshin midis vëllezërve dhe kushërinjve, midis koalicioneve partjake. Buxhetet do të dëmtoheshin dhe populli do të paguante të njëjtën shumë. Prandaj Filipçe sot të pyesim përsëri si arritë të kesh aksione në një linjë ajrore indiane, si morë një vizë të ardhur në Dubai dhe a është vendimi për spitalin modular i drejtë dhe i realt. Tutje, ai tha se Filipçe është thjesht një gënjeshtar dhe manipulues i zakonshëm, ndaj dhe duhet të mbetet në të kaluarën e errët të skenës politike maqedonase. Sipas Manasievskit, Filipçe është sinonimi i paaftësisë, krimit dhe korrupsionit.